Ekonomia e Republikës së Kosovës. Ekonomia në tërësi përbëhet nga 3 sektorë: sektori i parë, i dytë dhe i tretë. Në sektorin e parë, njihet ndryshe si ekonomia bujqësore, dhe bën pjesë bujqësia, blegtoria, bletaria, peshkimi, pylltaria, pemtaria e të tjerë. Kujdes, nuk do të ngatrojmë bujqësia dhe ekonomia bujqësore. Brenda ekonomisë bujqësore hyn të gjithë të tepë e tjera. Sektori i dytë është industria, përbëhet nga industria nxjerrëse dhe përpunuese, energjetika dhe ndërtimtaria. Kush është industria përpunuese? Industria minerale, nxjerrësja, përpunuesi metalurgjike, kemi energjetika, që është nuk lidhet drejt për drejt me industrinë nxjerrëse dhe përpunuese, por lidhet me hidroenergjinë apo energjinë me anë të turbinave të erës eolike apo të valve detare apo të termocentraleve e tjera, industriale, mekanike, kimike, materiale ndërtimi, elektroushqimore e të tjera. Te sektori i tretë kemi shërbimet, si sektor në një tërësi, transporti, tregtia, turizmi, që i njohim ndryshe ose 3T, artizanati, sistemi financiar, sistemi arsimor, sistemi shëndetësor e të tjerë. Dhe në kuptimin e tyre shërbimet janë resortet turistike, hotelet, restorantet, bar, kapenet, por si sektor, shërbimet përfshin edhe transportin, tregtinë, turizmin, artizanatin e të tjerë. Ja të shikojmë me radhë këta sektor. Ekonomia bujqësore jep rreth 30% të prodhimit të përgjithshëm të Kosovës, kurse industria plus tregtinë pa turizmin, pra sektorin e tretë, japin 60%. Vetëm turizmi jep 30% të prodhimit në Republikën e Kosovës. Ekonomia bujqësore punson 60% të forcës punëtore. Kjo shifër, pra 60% e shumë, kur dim që në vendet shumë të zhvilluara të botës, pra vendet e Europës Perëndimore, SHDA-ja e tjerë, përqindja e punonjësve që punojnë në ekonomi bujqësore është nga 1,3 në 3%, pra në vendet shumë të zhvilluara. Kjo thotë që industria, që ekonomia bujqësore në Kosovë nuk është e mekanizuar aq sa punësojnë një numër shumë të vogël të punëtorëve. Shikojmë se çfarë mbillet në Kosovë lidhur me ekonominë bujqësore. Mbizotojnë drithrat dhe bimët furakiere, pra sigurimi i ushqimit bokës për njerëzit dhe ushqim për kafshë. Furakieret janë bimë që konsumohen nga kafshë. Dhe më pastaj bimë perimet dhe bimët industriale, patatet, breshka, pemtaria. Ku mbillen këto produkte? Me ngjyrë të verdhë kemi drithrat dhe furakieret, do thotë në fushat kryesore të vendit, si lugun e Dugagjinit, fushë Kosovë, fushën e Llapit, Ana Moravë. Bimët industriale mbillen në Ana Moravë dhe fushë Kosovë, cilët janë bimët industriale, pançari i sheqerit, duhani, pambuku, lëtilli e të tjerë. Pra ka nevojshëm kalojnë në industri përpara se ato të konsumohen ose shkojnë për përdorim të njerëz. Perimet i kemi ngjyrë të jeshile, me ngjyrë të jeshile. I kemi në zonat kotinore pranë ose përreth fushave më të mëdha. Pra në jugun e fushës Dugagjinit dhe në jugun e fushës Kosovës. Patatet i kemi në jugun e Kosovës, pranë Kratakut, Shkupit, në jug të Ana Moravës dhe në jug të fushës Kosovës. Vreshtarit në jug të Rafshit të Dugagjinit. Pemtarit i kemi ngjyrë në perëndim të fushës së Dugagjinit. Dhe pyjet patjetër që kërkojnë male, në male kemi pyje natyror, i kemi në peshë të nauna dhe në malet e sharë. Blegtoria favorizohet nga relievi kotinor malor, nga klima e përshtatshme, nga kullotat e shumta që ka Kosova. Kalojmë tek sektori industrial, te industria
ushqimore e kemi në Gjyrkuqe. Shikojmë që kemi në disa qytete si në Pejë, në Klimra, Vezja, Kop, Gilan e tjerë. Industria nxjerrëse për punimin minerale kryesisht dominohet në Mitrovic. Energjetika në nxjerrjen e qytetit në Obiliq, pranë Prishtinës, atëherë kemi termocentrale Kosova 1 dhe 2, pra termocentrale, jo hidrocentrale sistemi në Shqipëri, pra që punojnë me qymërguri. Industria materiale e ndërtimit, me ngjyrë të verdhë, Pejë, Perizaj, Graçanik, Kamenic. Industria e përpunimit të trurit, janë para zonave të mbillesh kishim pyje, pra në zonën e Deçanit, Kurimit ose Strogut, të jebë, Ferizaj. Termocentrali Kosova në Obiliq, pranë Prishtinës, thamë Kosova 1 dhe Kosova 2, termocentrali dhe prodhimi i qymërgurit linjet në fushë Kosovë. Kombinati më i madh i përpunimit trepshe dhe nxjerrja e plumbit dhe zinkut që aty kemi në Kosovë, në Mitrovic, kemi shumë plumb dhe zink. Pra Mitrovica, një zonë e pasur me plumb dhe zink, pra veç në Kosovës. Ja dhe qyteti Mitrovicës dhe po duket dhe zona e përpunimit të plumbit dhe zinkut në Mitrovic. Ja dhe Peja, qyteti Pejës, në pjesën perëndimore të Kosovës dhe Rrafshit Beljinit. Kalojmë te sektori 3, tregtia, turizmi, transporti, artizanati. Tregtia me ngjyrë të blu në qytetet kryesore si Prishtinë, Prizren, Gjakove e tjerë. Turizmi kryesisht malor në Brezovic dhe në pjesë e Rrugovës. Transporti lidhur me transportin automobilistik dhe urdhor mbi zonë transporti automobilistik rrugor. Artizanati në prodhime të ndryshme që dishojmë në slajdet pak më poshtë. Transporti rrugor, shikojmë që kemi rrjet rrugor relativisht të dendur dhe ndërtimin e disa subrestateve kryesore në vend, me ngjyrë të shile. Një pikë muftar shumë rëndësishme është hani e Lezis në jug të Kosovës në kufi me Maqedoninë e Veriut, pranë qytetit që Shkupit, pranë Veriut i Maqedonisë Veriut. Kalojmë me transportin hekurudhor, edhe këtu kemi rrjet hekurudhor, i cili kalon mes fushë Kosovës, pra lidh Veriun dhe jugun e Kosovës, përmes Rrafshit të Kagjinit dhe lidh Rrafshin të Kagjinit me Kosovë. Transporti ajror, aeroporti vetëm civil dhe më kryesor në vend, është aeroporti ndërkombëtar Atej Meshari në Prishtinë. Artizanati, pra jemi te sektori 3, lidhur me fartërie. Fartimi do thotë metalet i kthen në forma, në kallëpe të ndryshme, pra një mineral e kthen në metal dhe i jep formë. Zyrtaria që lidhet kryesisht me përpunimin e trurit dhe filigranën me prodhime të produkteve prej argjenti dhe ari. Shikojmë se qendrat kryesore dhe industriale në Kosovë janë Mitrovica dhe Prishtina, pra dy qytetet më të mëdha të Kosovës. Do të dimë qytetet kryesore të Kosovës se cilët janë.